Jo, më pëlqeu detaj që thej që sa dëgjon një notë, Po. domethënë aty miku të ndodhi që u bllokua, ty të ndodhi që Thjesht u lirova. U qetësove, Unë u qetësova, tamam, aty thash tani filloj që lloj gjë që ndodhi, le të ndodhi. Unë tash si jam këtu. Kuptoj. Domethënë është si thua është një fije që të ndan që ajo fillimi i live-it që ose do kapësh suksesin në thonjza, do bësh shfaqje shumë dinamike. Teorikisht pra të ke vajtë bësh. Ma bllokimin nuk e mendon asnjëri. Domethënë thjesht ka shumë njerëz që mendojnë kështu. Ka shumë njerëz që thonë që do hypi edhe do çfarë do bëj, domethënë edhe bëjnë gjysma të gjërave. Por mua më qenë pak modest mirë është, kaq. Thjesht hyp bëje, mbaroj punën. Po ndodhi, thjesht. Po ndodhi. Ideja është domethënë nëse i përgatit, çfarë lloj gjë që të ndodhi, ti i përgatit ta zgjidhësh. Ky është koncepti, prandaj edhe ju futa thellë domethënë që grupet e shohin për me profesionalizëm njëri me tjetrën. Profesionalizmi i grupeve jashtëtit konsiston në punë. Punë, pafund, punë. Domethënë kudo që ta kapë instrumentin, ai ta los këngën nga fillimi në fund. Pas një gabim, pas një gjë. Ai është bëhet makinerim vete. Kjo është ideja domethënë. Bëhet një me muzikën. Bëhet një me muzikën, po përsash muzika jote, teorikisht duhet të jesh një me muzikën, edhe nuk të falet ti mos ta prezantosh ashtu siç duhet, edhe më mirë. Nëse grupet e viteve classic rock, për shembull që ka pe Queen-at që parë për shembull, ato grupe ato vite kanë pas një ide, ti e blej CD-n ose atë vinilin ose kasetën ose e dëgjoje atë albumin, atë stolën atë njëra së tjetrën, por kur shkojnë live nuk e dëgjoje 100% siç e dëgjove aty për shembull. Dëgjoje diçka tjetër, sa ai thotë ti ka në live thash ti. Atë do e dëgjosh për ditë përjetësisht. Këtu po pak më ndryshe, po bëj pak jam. Solo nuk do jeti 100% i saj, do ishte 2 nota më shumë, do bëj diçka. Se është ajo, edhe se si të kap momenti. Po se të kap momenti pikërisht, se ndihesh dhe artistin atë moment, domethënë mund të ketë adrenalin ekstra në atë moment, se mund të ketë më shumë njerëz aty, për shembull, ose mund të jetë më i mërzitë, bëj pak më melankolike. Lloj gjëra. Do se edhe publiku mund ta dojë një pjesë të zgjatë, një solo. Po pikërisht, edhe kështu që edhe publiku në atë rast fiton një surprizë ekstra dhe një gjë që është vetëm enkas për ta, për asnjëri tjetër. Dhe ajo thjesht ndodh në momenti. Kupton, domethënë kjo është, domethënë ka shumë gjëra, po kështu vjen dhe respekti pastaj.